1700 familje në qarkun e Korçës janë pa energji elektrike pas stuhisë 48 orëve të fundit, me rënd situata paraqitet në Bilisht, ku pas defekteve në nën stacionin e këtij qyteti ka ngelur 1444 familje pa energji elektrike. 208 familje të tjera janë pa energji elektrike në fshatrat Protopap, Peshtan, Mazrek dhe Pulahe pas defektit në nën stacionin e Rehovës. Gjithashtu 50 familje janë pa energji në fshatrat Panarit, Balabanov, Tresk e Grabock për shkak të defektit të fidrit numër 6. 6 grupe pune nga OSSH e Korç janë në terren duke punuar për normalizimin e situatës, por terreni i thyer malor dhe gjatësia e linjave e bën të vështirë situatën e krijuar. Moti i keq ka shkaktuar një seri problemesh në disa nga akset kryesore, kryesisht në zonat veriore të vendit, por edhe në juglindje. Sipas autoritetit rrugor shqiptar, kontraktorët kanë vijuar punën për pastrimin e akseve, nga rënja e inerteve dhe gurve nga skarpatet në disa segmente rrugore. Probleme kanë paraqitur akset Tropoj, Bajramculli Valbon, Bajramculli Fjerz, Sopot Kam, Dushaj Lekbibaj, Kukës Urazapotit, Shishtavec Kukës, Kukës Urazapotit Shishtavec, Kukës Krum, Puk Fusharës Fush Dukajgjin, Skuraj Peshkopi si dhe Elbasan Qafthan, por ARSH informon se akset tani janë hapur. Sipas autoritetit, vazhdon prezenca e ujit në disa segmente të tjera të rëndësishme, si Laç, Ura e Drojës, Qaf 6, Shën Vasil dhe Kran e Syri Kaltër, Tepelen, Shtëpez. Në aksin Maliq-Lozha në kilometrin e 13 në zonën e Moglicës është raportuar rënje gurësh dhe prani inertesh dhe aluvionesh që shkaktuan bllokimin e rrugës. Menjëherë, informoi ARSH është ndërhyrë për pastrimin dhe hapjen e këtij aksi, i cili tashmë është rikthyer normalitetit. Gjatë 24 orëve të fundit, situata nga rreshtet e shiut në Lushnjë dhe Divjak ka qenë përgjithsisht normale, pa prani uji në tokat bujqësore dhe në zonat që tradicionalisht përmbyteshin çdo vit. Të 3 hidrovorët kryesor të zonës vjojnë punën në gatishmëri të plotë. Shkumbini aktualisht është rrafsh me brigje, ndërsa situata më e ndërlikuar paraqitet në Lumin Seman. Ky i fundit ka dalë nga shtrati në zonën e ngurrëzës së vogël deri në Imsht, ku tokat brenda argjinaturës ndodhen në kuota më të ulta. Premjen e kaluar mësohet se u evakuan bagti të imta dhe gjedh nga zonat me rrezik, pasi pritej ardhja e prurjeve të mëdha. Aktualisht prurjet nuk kanë arritur ende kulmin, por parashikohet të mbërrin pas ditën e sotme nga rrjedha e Osumit dhe baseni i tij. Ndërkohë, prurjet nga Devolli mbeten minimale, pasi depozitohen në hidrocentralin e Banjës. Si pasojë e rreshjeve, 8 banesa në qarkun e Beratit janë përmbytur, konkretisht një në Morav, bashkia Berat, 5 banesa në bashkinë Dimal, në vendin e quajtur Dafinat, dhe 2 banesa në fshatin Çiflik. Në njësinë administrative Velabisht në fshatin Veterik, vijon të jetë në prezencën e ujit, rreth 80 hektar sipërfaqe ulishte dhe toka bujqësore për shkak të mostërheqjes së lumit. Në fshatin Arrës dhe Çiflik ka dalje të lumit nga shtrati dhe janë përmbytur rreth 13 hektar toka bujqësore. Në bashkinë Poliçan, sipas raportimit, ka përmirësim të situatës në fshatin Bregas dhe Vodic. Ujërat janë duke u tërhequr. Lidhur me kalueshmërinë e rrugëve në aksin Berat-Poliçan në vendin e quajtur Çezma e That, ka rënje inertesh. Grupet e punës janë në terren për pastrimin e rrugës. Në qarkun e Elbasanit, emergjencat civile vjojnë të jenë në monitorim të pandërprer. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar rreshje shiu me intensitet të ulët deri mesatar. Në disa akse rrugore ka patur rënje gurësh dhe inertesh, përfshirë aksin kombëtar Elbasan-Qafthan në kthesat e Murashit, si dhe aksin Gram-Shmoglic, ku rreshjet kanë shkaktuar aluvione. Probleme janë regjistruar në furnizimin me energji elektrike në disa zona malore, përfshirë zonën e Sopotit, në bashkinë Prenjas, Fiderin e Banjës në bashkinë Gramsh, si dhe fshatrat Selit dhe Mollas në bashkinë Cerrik.